Mirë, ne do të ndryshojmë shprehjen tani. Nëse je nga Vlora, i bën të gjitha. Apo nuk shkon? Ma bëni pak më poetike këtë shprehjen se. Nuk, më ka rënë muza sot. Ka rënë muza? Po dush e bëjmë nga Shkodra dhe ta tregoj. Jo, do mbetemi në Vlorë, por Blonjati që jeton në Maltë dhe përpara pak ditëve, fitoi një kampionat të rëndësishëm, duke dalë në vendin e tretë mes 12 sportistëve më të mirë. Ky konkurs u bë në Sloveni, në Slovaki ndjes, dhe nuk ka problem. Kujlash? Giuliano Alili. Giuliano, mi mëngjes. Mi se erdhe. Nuk kemi vonuar, besoj, nuk të kemi vonuar për në punë, por duam të di më shumë për këtë kampionat që ti u rendite i treti, por nga se shpreshe, thoje që ishte një vend që ishe i kënaqur dhe që ja vlen gjithë sakrificat që ke bërë gjatë gjithë kësaj kohe për të fituar këtë vend. Dhe bës fjalë pikërisht për sportin e arm wrestling. Po, sepse ishte një kampionat internacional. Unë jam Giuliano Alili, vin nga qyteti i Vlorës, edhe jetoj për 8 vitesh në Malta, aty ku kam filluar të ushtroj dhe sportin e arm wrestling. Aty kam gjetë veten dhe më mirë. Si u njohë ti me këtë sport, Giuliano? Kam marrë 3-4 kompeticione pjesë, ku kam dalë mirë, edhe te ky kompeticioni që zhvillova të shtunën e kaluar, ishte shumë i rëndësishëm për mua, sepse përfaqësoja shtetin e Maltës dhe në krahun tim të majt mbaja flamurin shqiptar. Jemi duke parë dhe videot. Duke sport i lodhshëm, unë lodhem vetëm duke më pëlqen të vazhdoj, sepse është një sport që unë e ushtroj shumë mirë. Kam një vit e gjysmë që merrem me këtë sport. Edhe kam shumë ecuri të mira. Edhe shpresoj që të eci akoma më shumë. Po përgatitem për një event që është shumë i madh në Zvicër. Kur do zhvillohet? Kur? Në shtator, në datën 19 shtator, është në Zyri, edhe aty do marrë pjesë. Giuliano, a të duhet shumë kohë për të stërvitur për të lloj sporti dhe stërvitja si konsiston? Ky sport do shumë disiplinë, do shumë stërvitje, unë stërvitem 2 orë në ditë. Pra bën palestër, bën të gjitha veglat? Po, i kam të gjitha aty në palestër ku ushtroj. I kam të gjitha veglat. Edhe ushtroj 2 orë në ditë. Shpresoj që të arrim majat. Deri tani për një vit e gjysmë që po trajnohem, kam arritur goxha mirë. Shiko, përveç që anës fizike, pra përgatitjes së përgjithshme, pjesës muskulore, pra çfarë do ky sport, një gjë që nuk e ka kushdo, pra ke pjesa e qëndrueshmërisë, ke përqendrimi, teknika, pra ka dhe një teknik kam përshtypjen, në mënyra se si ti do ta studiosh kundërshtarin dhe do t'i gjesh pikën e dobët që ka ai për ta shfrytzuar. Ky sport nuk ka të bëj shumë me maskën muskulare, sepse është më shumë teknik. Edhe ky sport do një disiplinë shumë të mirë. Kur thua disiplinë, e ke fjalën për sjelljen sportistave gjatë ditëve që stërviten, apo disiplinë gjatë ndeshjes, ku di unë? Po, për gjatë ditës kur stërvitesh, duhet të jesh shumë, nuk duhet të pish alkool, cigare, duhet të jesh i fokusuar aty. Unë dhe pse mbas 10 orësh punë, vetë ushtroj 2 orë, po ndihem mirë, se kam disiplinë. Çfarë është puna jote, me çfarë merresh ti atje? Unë punoj në dërtim punoj. A ka shumë shqiptar Malta? Po, ka shumë edhe jemi një komunitet shumë i mirë, që na respektojnë gjithë.
Edhe pse nuk kemi shumë vite që është krijuar komuniteti në Malta, është dhe faqja shqiptarët e Maltës. Faleminderit shumë se më kanë mbështetur dhe ata. Po, si lindi këtë dëshira jote për të bërë profesionist në një sport i cili më tepër njihet si një garë shokësh, si një lloj Pasion, do të thënë sfida që bëjnë të rinjt me njëri tjetrin, domethënë si mendove që të kalosh dhe të bëhesh profesionist i kësaj pune? Ishte më shumë pasion. Unë ushtroja gjim, palestër. Edhe rastësisht më thot një nga ata shokët e mi maltez, mund të vish të provosh se i fuqishëm je, pse jo. Edhe aty provova, të them drejtë më vuri në sedër, se ne shqiptarët e kemi dhe sedër. Ne shqiptarët edhe ne vlonjatët, Më shumë Po, vlonjatët. vlonjatët. Dhe unë më origjinë jam nga Kuksi. Po lindur e rritur në Vlorë. Edhe aty vazhdova. Ditën tjetër, porosita të gjitha veglat që më duheshin, aty të palestra për të servitur për arm wrestling. Edhe vazhdova. Ere par ishte në Toskani, në Itali, ku konkurova si amator dhe si profesionist, ku me dorën e majt dola në vend të tretë si profesionist dhe me dorën e djathtë si amator. Mbasi mbaroi ky kampionat, ishte tjetri në nëntor, në Siçili. Aty mora pjesë me të dyja duart, edhe amator edhe profesionist, ku profesionist dola në vend të tretë me dorën e djathtë, kurse me dorën e majtë edhe me djathtë amator dola kampion po ashtu. Pas asaj jam servitur shumë për të Dobrovoda, që është zhvilluar në Slovaki. Ishte shumë e rëndësishme për mua të dilja në vend të tretë, ose në vend të parë, ose në të dytin. Edhe bëra një performancë shumë të mirë, ku ishin 5 shtete organizatore të Europës. Giuliano, ti me cilën dorë ke më besim të vetja që do fitosh me SESB-n? Unë me të djathtën, po unë i servis të dyja duart. Se ka shumë sportistë të arm wrestling që servisin vetëm dorën e djathtë ose të majtën, e kupton? Kurse unë i servis të dyja dhe jam shumë mirë me të dyja. Pra, kur i servis ngre pesha? Ndërkohë, unë po e shoh dhe me syrin tim, që e kam shumë të eksakt, preciz për të vlerësuar masa dhe pesha, unë mendoj që ti atë cirkumferencën e krahut, pra perimetrin e krahut, e ke 28.5 cm. Unë e kam 50 cm atë të krahut. Po ta shipo, vlonja do ta shtojnë qik. Do ta shtosh e qik, ba që ke Si i lindur në Vlorë, kolegë, është ndryshe. E kam me fakte unë. Sa e ke, sa shkon? 50. 50, pra gabova 1.5 cm. Po, ti konsumon proteina, kështu gjëra, është qa bëjnë ta dim të palestrës? Unë konsumoj një lloj quhet pre-out, është për arsye se unë vi i lodhur nga punë. Jo shumë më ndihmon. Është e lejushme, e kupton? Edhe atë përdor, më ndihmon pak, po unë kam ushqimin që e kam më përparësi që ha mirë, e kupton? E qartë, me qera fjala, në rastin tënd, ne nuk pyesim çfarë ke ngrënë, po kë ke ngrënë. Sa peshon? Unë jam pesha 125 kg. Dhe shi gjatë shumë, duke shi Giuliano, bëj një pyetje të vërtetë, se gjithë ato pyetjet që bën kolegët... Jam 183, 184. Po, bëj një pyetje të vërtetë, unë se gjithë pyetjet që të bën kolegët nuk është se ishin në një farë gjëje, ishin thjesht për të ngacmuar, por të të bëj një pyetje, a është e vërtetë që te kompania ku ti punon kanë heq dorë nga betonierët se thonë kemi Giulianon? Keli, nuk të dëgjoj mirë, la. Jo, thjesht te kompania ku ti punon, thuhet që kanë heq dorë nga betonierët, nuk marrin më betonierët se thonë kemi Giulianon, nuk ka problem për betonin.
Nuk punoj me do njëre, jo. Nuk përdoren më këto lavatricet e betonave tjetës. Giuliano, i bën me op, maron punë. Giuliano, a ke rrjete sociale? Ka, besoj. Ka. Ka, më pa tjenë. Po nëse ndonjëri guxon dhe të bën një koment negativ, duke të parë vetëm fytyrën, pa e hapur i qik ke fotot e tjera. Për sa sekonda e paketon? Dhe, futot një kutik pusësh. Ne, kur me këta apë, shumë që edhe një sportist, mund t'i presësh të gjitha, se ka edhe njërës që të pëlqejnë dhe nuk të pëlqejnë. Sa kilogram është ajo pesha që ngre për stërvitje dhe pse e ke lidhur me kanatiere? Është kabë. Varet, kush, kjo, tani për shembull. Ajo me 3 rrota. Ajo që ishte thjesht pesh. Kjo është... Ke një zog aty? Kjo për shembull quhet sajt presher. Unë nuk e di, por stërvitja jote do t'jetë goxha specifike në krahasim me stërvitjet që bëjmë ne tjerët që merremi me wrestling. Ti merresh me wrestling? Po, është goxha specifike dhe problemi im është se unë s'kam një trajnere, kupton? Unë stërvitje më qa shikoj nga rrjetet sociale. Ti qa shef në për YouTube, kështu me... Po, edhe kam një shok, atë shokun nga Malta, që dhe ai është super i fort, dhe ai zuri vendin e tret, edhe me atë bëj sparring, që shikoj veten tim me qa nivel jam, po që ka me të zgoxha, faleminderit Zotit, ka me shumë mirë. Jo, dhe ne e kuptojmë, dhe më thënë, edhe nga dëshira jote, nga përkushtimi ytë, që ti do të arrish maja të këti sporti, dhe ndoshta kjo është intervista e parë, por ne do kemi rast përsëri ku ti marrësh një titull. Me siguri do dali kampion. Në një titull kampion shumë të rëndësishëm. Është kampion Europë, pse jo? Shumë faleminderit. Por, Giuliano, a ke menduar, nuk e di nëse Shqipëria ka një kampionat të tij në këtë sport, por a ke menduar ta vazhdosh? Ka, në Kosovë ekziston. Ekziston në Kosovë. Po. Të bisedosh me ta edhe pse jo ta përfaqësosh flamurin shqiptar, jo vetëm ta mbash këtu pranë zemrës. Unë e përfaqësoj dhe flamurin shqiptar edhe maltes, të dy. Të dyja. është e mundur që ti përfaqësoj të dyja. Po, ka dhe 2 krah. Çfarë lloj zogu ke në kafaz aty në shtëpi, domun? Papagall apo kamerin? Kam papagall, kam 10 mace. 10 mace? 10 mace. A mund të shojmë pas e pam qenin? 10 macet janë në rast se mbyll dyqani mishit. Do të thotë që ti e ke kuptuar filozofinë e jetës. Më mirë të marrësh 10 mace sa të martohesh. Është martuar? Je martuar. I ka Giuliano, kodi ke shtuar. Giuliano, po 10 mace? Po. Si ja deltin bash? Mbaj njëri tjetër. Mundësit janë, pse jo? Ua, më habit e farë ti mua. Mi në rregull, do më në shtjeta e ti. Këdo më shumë nga masave të shqeqare. Ua, mban më dhe imat përmëndës gjithave? Jo, i ka vën numra, me numra. Ua. I ka vën emra maceve? Jo, tani, si të mbaj me emra, 1, 2, 3, do më shumë e thjesht. Ja. Kur je tipi qet apo macet ditë fluturojnë? Nga dritarja. Sa do e pysja, kolegë? Ne të urem suksese. Shumë suksese i dashur. Na ki përfaqësuar shumë mirë. Dhe vazhdo që ndro atje, sepse atje është Malta më e ëmbël se Balta. Po, qka e ti. Sa larg jemi neve? Një orë e pak? Një orë. Një orë, me avion. Jo, një orë, mirë. Një orë me avion, është bërë linje e re edhe. Po, është bërë, të se mohem do. Po, do të lidhë, se shpeti e ke dhe nga Vlora, kështu që do jesh... Do jesh shumë mirë. Do jesh më mirë. Gjithë mirat i dashur, shumë fala. Faleminderit, shumë suksese. Ditën e mirë. Ditën e mirë edhe punë të mbarë. Miru pafshim. Mirë, pas pak dhe jemi me Evën. Kjo është pjesa e dur e programit. Kjo është ajo që na intereson. Një fjalë urtë popullore thotë që nëse dalin këto mizat e vogla, mos i trëmni, mos i mbysni, se do thotë që do merrni lek. Unë i mbyta mbasi i durova 2 muaj. As si kokër leku nuk pash. Gjini sot pra, qa keni për blerë, 100.